Pas një periudhe me mot të qëndrueshëm dhe temperatura relativisht të ngrohta, vendin pritet ta kaplojë një ndryshim i lehtë atmosferik. Sipas meteorologëve, deri në fillim të javës së ardhshme do të vazhdojmë të shijojmë ditët me diell dhe vranësira të herpashershme, ndërsa nga mesi i javës pritet një ndryshim i kushteve me mundësi për rreshje lokale shiu, më të theksuara në rajonet verilindore të vendit. Veçanërisht deri të martën, moti parashikohet të jetë kryesisht i qëndrueshëm me periudha me diell dhe vranësira mesatare. Mund të ketë erë të dobët deri në mesatare dhe përgjatë lumit vardar dhe në pjesët lindore një erë të fortë veriore. Në Shkup, moti pritet të jetë me vranësira të ndryshme me periudha me diell dhe një erë të moderuar veriore, cila her pas here do të forcohet në pjesë të Luginës. Të hënën dhe të martën priten kushte të ngjashme, me diell me vranësira mesatare dhe një erë veriore, më e theksuar përgjatë lumit vardar. Por nga e mërkura, parashikimet tregojnë për një destabilizim të lehtë të atmosferës dhe rritje të mundësisë për rreshje të herpashershme. Meteorologët thonë se pritet që të jetë një periudhë moti me vranësira të ndryshueshme me kushte për rreshje lokale të rastit, si dhe një erë e dobët deri në mesatare do të vazhdojë të fryejë nga veriu.